Thuaj, në Facebook je futur? Jo, kam një vit. Sa? Një vit që s'futa. Që s'futesh, para një vit je futur? Po, kur ishe pak më i vogël. Kur ishe? Më i vogël. Më i vogël. Po, qëfar përfiton nga Facebooku? Asgjë, prandaj nuk aplikoj më. E tani me qëfar e shfryzon kohën e lirë? Me kurse, meditoj. Mediton? Po. Për shumë, meditim? Jo, nuk ka dhe. Është kur jenë në gjendje që ti nuk mendon. Që nuk mendon? Po. Ke momente që nuk mendon ti? Gjatë meditimit. Nga se ke mësuar këtë lloj sportin, thojza, meditimit? Ka ndihmuar shumë zoti e tem Ramadani, që e përshëndes shumë. Dhe më ka rënë rasti që ta takoj. Po? Është një person i mrekullueshëm. Po, shumë bukur. Por si e ushtron ti këtë, për shembull? Ku kam kohë të lirë, është diçka që më ndihmon shumë. Po si e ushtron? Si e ushtron? Ma shpjego. Pozicioni. Po këto mënyrat, si? Kushtizohen këmbët. Po? Dora djathtë është mbi dorën e majt. Po na bëjnë çik këtu ta shikojmë. Ço pak në këmbë, ço. Ço pak në këmbë. Ne për këto jemi, prandaj themi nga kamera. Themi nga kamera, kamera është andej. Edhe si fillon ajo? Ma shpjego. Duhet të jesh i ulur. Ashtu s'ulem për 3 vjet un po. Se po ula mirë që ula. Po si ku larg qoftë. Po. Mund të ulesh edhe në karrige, nuk është. Edhe në karrige, ja, u ktheva unë në karrige. Mund të jetë më mirë. Po? Ja. Jemi të dy ne. Po. I vura duart kështu. Allah, alo. Ja, mbyll syt. Ti mbyll syt. Duhet dhe qetësie plot. Mos flasin njëri, fikini kamerat. Po, i mbylla syt, qetësie plot. O qa bjonde. Kjo ishte? Baka shumë. Që nga mirë.